Të nderuar etër, vëllezër dhe motra në Krishtin. Ungjilli i sotëm është një fjalë e fortë, por njëkohësisht ngushëlluese. Zoti thotë: "Duajeni njëri tjetrin dhe menjëherë pas kësaj ai na përgatit. Nëse bota ju urren, dijeni se më ka urryer mua përpara jush." Pra dashuria dhe përndjekja vendosen pranë njëra tjetrës. Krishti nuk na premton një jetë të lehtë, por një jetë të vërtetë. Ai na zgjedh nga bota, por nuk na heq nga sprovat e saj. Përkundrazi na forcon që të qëndrojmë. Shërbëtori nuk është më i madh se i Zoti. Nëse Krishti u përndoq, edhe ne do të përndiqemi. Ndoshta jo gjithmonë me dhunë fizike, por me përqeshje, me padrejtësi, me përjashtim, me keqkuptime të llojeve të ndryshme. Sa herë sot ndjejmë se të jetosh me ndershmëri, me besim, me parime, të bën të dukesh i çuditshëm në një botë që shpesh jeton pa perëndim. Por Zoti na jep një premtim të madh, ngushëlluesin, shpirtin e së vërtetës. Ne nuk jemi vetëm. Kur mbajmë barrën e padrejtësisë, kur na duket se zëri ynë nuk dëgjohet, Shpirti i Shenjtë dëshmon bashkë me ne. Kjo fjalë e Ungjillit më shërohet bukur në jetën e Shën Harallambit, të cilin sot e kremtojmë. Shën Harallambi ishte bari shpirtëror, prift i përkushtuar, njeri i dashurisë dhe i së vërtetës. Në një kohë përndjekjesh të ashpra kundër të krishterëve, ai nuk u fsheh, nuk mohoi Krishtin, nuk e zbeu të vërtetën për të shpëtuar veten. Edhe pse në moshë të thyer, rreth 113 vjeç, ai qëndroi i patundur përballë torturave dhe kërcënimeve. Trupi i tij u mundua, por shpirti i tij mbeti i lirë. Ai jetoi fjalën e Krishtit: "Do t'ju përndjekin për shkak të emrit tim." Por ajo që e bën edhe më të madh Shën Harallambin nuk është vetëm qëndrueshmëria, por dashuria e tij. Ai lutej për ata që e torturonin. Ai dëshmonte me paqe, nuk mbarti urrejtje, megjithse u urrye pa asnjë shkak. Sa aktuale është kjo për ne sot? Sot ndoshta nuk përmballemi me perandor pagan, por përballemi me sfida të tjera. Presioni për të bërë kompromise me ndërgjegjen, tundimin për të heshtur kur duhet të flasim, frikën për të mos u dalluar si besimtar, lodhjen shpirtërore nga ritmi i jetës, nga pasiguritë ekonomike, nga tensionet familjare. Ndonjëherë ndjejmë se jemi jashtë mode kur flasim për besimin, për moral, për sakrificë. Por Krishti na tha: "Ju nuk jeni prej kësaj bote." Kjo nuk do të thotë se përçmojmë botën, por të mos marrim frymën e saj si kriter të së vërtetës. Shën Harallambi na mëson 3 gjëra të mëdha. Së pari, që besimi nuk është teori, por qëndrim. Në momentin e provës nuk mjaftojnë fjalët, duhet zemër e mbështetur në Krishtin. Së dyti, që dashuria është arma më e fortë. Ai nuk luftoi me dhunë, por me lutje. Në një kohë kur sot zëmërimi përhapet shpejt në familje, në shoqëri, madje edhe në rrjetet sociale. Ne jemi thirrur të dëshmojmë ndryshe, me përullësi dhe shembullin ton. Së treti, që Shpirti i Shenjtë vepron aty ku ka besim. Shenjtorët nuk ishin super njerëz. Ata ishin njerëz si ne, por i hapën zemrën hirit të Perëndisë. Vëllezër dhe motra, kur përballemi me padrejtësi në punë, kur ndjejmë mungesë mirënjohje, kur përpiqemi të rrisim fëmijët në besim, në një shoqëri që shpesh e relativizon gjithçka, le të kujtojmë nuk jemi vetëm, ngushëlluesi është me ne. Le të mos kemi frikë nga përjashtimi, nga përqeshja, nga vështirësitë. Më e rënda do të ishte të humbnim paqen me Krishtin. Shën Harallambi nuk fitoi duke shpëtuar jetën e përkohshme.
por duke ruajtur besnikërinë e përjetshme. A ju bë dritë pikërisht në errësirë. Le të lutemi sot që të na jap qëndrueshmëri në sprova, dashuri në vend të hidhërimit dhe guxim për të dëshmuar Krishtin me jetë, jo vetëm me fjalë. Sepse në fund, si thot Zoti, shpirti i së vërtetës do të dëshmojë edhe bashkë me të edhe ne. Amin.